të gjithë. Fal. Ti po citon vendimin e gjykatës kushtetuese. Ato, pika 3. Po mirë të kuptohemi tani që ne kemi për bisedë, kemi për qytetarët. Këta haxhiqamilistët kanë ligjin në fuqi. Atë ligji që i referojnë këta thot formula rotacionit deri në vitin 2022. Nuk i ka lënë më këtyre, nuk bëjnë ligje këta. Këta nuk bëjnë ligje, do ta kuptojmë se u shkatërruar Republika. Ligjet i bën Kuvendi i Shqipërisë. Dhe Kuvendi i Shqipërisë ka urdhëruar kjo formula rotacionit është e vlerësuar deri në vitin 2022. Ku e kanë gjetur formulën mbi ligjin që kanë mbi cilin këta janë referuar, ky ligj nuk u lejon. Ka që thjesht është. Edhe gjyqtari në rreth të fshat, në drejtim, ku doni thot, një pika kaq, e ligjit kaq është, po bëj një pyetje unë. Po. Pse ja po marrim ta lexojmë fare kuptimin e ligjit. Pse e zbatuan këta pezulluan dekretin e presidentit të Republikës për zgjedhjet në Tiranë? Sepse kushtetuta thoshte që ky vendim, kur ka antimim për vendimin e Këshillit të Ministrave, pezullohet në mënyrë automatike kjo gjë. Pra e zbatuan kushtetutën. Po ligjin pse zbatojnë kur vjen puna për mandatet? Apo duhet i rrëmbejnë mandatet, duhet i vjedhin. Kjo është kaq e thjeshtë. Ja ku e ke ligjin. Në një rast e zbaton kushtetutën ti, kurse aty kur do rrëmbesh mandatin bën sikur e harron. Ku e gjetë? Ku do shkojnë përpara drejtësisë? Do kallëzohen ta se janë niveli më i lartë, në SPAK. Dhe pyetja e parë do i bëj ai oficeri më i fundit i policisë gjyqësore. Ku e keni bazuar ligjin juve? Po formulën. Ku e keni formulën? Kjo gjë. Po kur e ka fatin kjo? Deri në 2022. Po ju ka ndryshuar formulën me ligj, jo. Po si e bët ju këtë pyetje do? Çfarë përgjigje kanë këta? Do thonë kemi bërë ca interpretime, ca poezira, ca referate, ca hartime. Ligji s'ka. Ligji është i rrep po ligj. Atë ka. Në rast se kishin shqetësim, ashtu sikur si gjykata kushtetuese e mbarshme, ku ka qenë edhe ky Sadushi që e filloi këtë procesin, kishin thënë kërkuesit duhet i drejtohen Kuvendit të Shqipërisë. E keni vendimin aty 24 të vitit 2011. Ti drejtohen Kuvendit. Në rast se Kuvendi do ta vazhdojë këtë gjë dhe do ta mbajë në tranzicion të përjetshëm. Gjykata le ta marrë ai vendimin. Po me ligjin e përkatës, ata nuk kishin asnjë lloj të drejtë. Dhe ata sot janë shkelësit më të mëdhenj të ligjit, ata janë sot për të paditur në Shqipëri dhe gjykata ndërkombëtare, që praktikisht kushtetuta e Shqipërisë ka rënë dhe institucioni që duhet jetë mbrojtësi themelor të gjykatës kushtetuese, sot është më zi se sa shkencit më ordinar të ligjit. Kaq është kjo, kaq e thjeshtë. Pra sot është marrë një vendim i... Po, pra sot nuk është marrë vendimi vetëm për Sonila Betën, ta kemi të qartë edhe një herë këtë, është marrë vendimi për të gjithë si thua anëtarët e gjykatës kushtetuese, duke ju referuar vendimit në fjalë, i cili bën një interpretim për datën se kur fillon në fakt mandati. Marsi Koreshin e kam sërish në lidhje për një detaj tjetër. Do të pres fjalën se është një moment i rëndësishëm. Këta gjykata kushtetuese vetëm për ca ditë se kur i mbaronte mandati Orta Zaçajt, rënë dakord i drejtoheshin Komisionit Venecias. Mani mend juve? Për ca ditë, për ca muaj, çfarë ishte? Një muaj para apo një muaj më brapa. Normalisht do t'i drejtoheshin Komisionit Venecias nëse kishin nevojë për interpretim. Po nuk bënin dot këtë gjë se Komisioni Venecias kishte thënë zotën Bart. Ky është një parim që duhet nuk ekziston më dhe në mënyrë absolute prevalon mandati i cili siguron integritetin e gjykatës kushtetuese dhe pa ndikueshmërinë e tij nga politika. Dhe ky interpretim i Venecias janë si dy pika ujë me të njëjtën vendim që ka marrë gjykata kushtetuese më parë për këtë çështje. Pra këta as në pikpamje ligjore, jo zero, po as në pikpamje interpretative, se kishin dy mundësira interpretive. Kishte edhe vendimin e gjykatës kushtetuese, kishte Komisionin Venecias. Petrit, që ta bëj pak të kuptueshme edhe për publikun. Petrit, ta bëj pak të kuptueshme edhe për publikun. Pra, fillimi i mandatit, ne dim, jo për ta, për gjithçka tjetër ka të bëjë me betimin tek presidenti i Republikës. Marrim një situatë hipotetike. Marrim një situatë hipotetike. Që nga momenti, Titi më dëgjoj pak, më dëgjoj se jam duke thënë gjë tjetër. Pra, marrim një situatë jo hipotetike, situatë që ndodh rregullisht, siç ka ndodhur edhe në këtë rast me vonesat. Në këtë vend ndodh gjithçka. Shpallet vakanca, hyn në konflikt parlamenti, presidenti, më the thash. Pra datë fillimi do të quhet kjo. Shpallja e vakancës dhe ne do presim 3-4 vjet sa të zgjedh parlamenti, presidenti, po njëri mund ta provokojë vetë këtë konflikt me qëllim që mandati atij që del të shkurtohet automatikisht. O Sonila, me betimin e presidentit. Po dakord, po. Jo. Mirë, i ka marrë me vete të gjithë se ky thot fillimi i mandatit është shpallja e vakancës. Po. Më fal. Me hyrja në zyrë
Në nënshkrimi, marrja përsipër të nënshkruaj vendimin gjykatës kushtetuese, një antar i kushtetues fillon vetëm pas betimit president. Ashtu sikur se fillon një ministër punën pas betimit të presidentit. Betimi shënon fillimin e detyrës. Sepse në rrugë e sipër pas shpalljes një vakance, ka sigurisht burokracira, vonesa, elemente që ndodhin, elemente njerëzore. Njerëzit pandemia. Patjetër. Edhe u bllokuan institucionet. Prandaj çfarë ka bërë ligjvënësia? Dhe këto thotë edhe Komisioni Venecias dhe të gjithë. Mandati fillon tek me betimin e presidentit. Bile Venecia shkon më lart. Mos harrojmë. Thot bile edhe rregulli i plotësimit mandateve të hiqet. Mandatet jenë të plota sa herë që merret një mandat. Dhe jo vetëm, po të jetë në dieni, pra. Po marr rastin e Sorila Betës se për atë bëhet fjalë. Në momentin që është betuar, ajo ka qenë në dieni që mandati i saj është i plot. Dhe Komisioni i Venecias e deklaron këtë si pikën më të rëndësishme, sepse ka të bëjë me integritetin, panshmërinë dhe si thua qetësinë e garantuar të gjyqtarit për të vepruar. Kështu që në këtë rast, aq më tepër që tani gjykata kushtetuese është bërë jashtëzakonisht vulnerabël dhe ndjeshme dhe brisht ndaj çdo krize institucionale, krize midis institucioneve në një vend që s'ka dhe kontroll dhe balancë. Problemi është i tillë. Aty dëgjoj themigje. Po. Në vendimin e gjykatës kushtetuese të dikushme thotë se ka gjë. Shpjegohet kaq bukur, po nga Isa Dushi që ka hapur të problemin atje ka iga fillon. Thot, bile pse është 9 vjeçar mandat, që të mos jetë i qetë gjykatës kushtetuese, të jetë i pa influencuar dhe nga rotacionet apo ndryshimet politike që mund ndodhin, që ikin e vinë. Pra është më shumë se 2 mandate sa të mandateve politike. Pikërisht për këtë gjë. E parë, e dytë punë. Nga pikpamja e interesit individual. Unë jam aplikues. Nëse mandati është më lejmëron që ka hap një vakancë për një mandat i vjeçar. Mund të mos kem fasi lloj interesi, sepse kam një karrierë të konsoliduar dhe nuk dua që ta cënoj për një vit. Ndërsa, kur më thua për 10 vjeçar, më motivon, më jep arsye që ti futem kësaj gare. Pra, kushtet edhe në punë, kur merr syri me një gazetar, thotë, koha e punës është kjo, paga është kjo, të drejtë e pushimit e kjo, është minimumi i çdo komunikimi midis një aplikimi për këtë lloj pune. Nga më i thjeshti që mund të jetë operatori juaj deri tek gjykatës kushtetuese apo gjykatës lartë apo kujt duash. Elementi ne po rrënojmë edhe elemente minimale që njerëzimi nga vendosur në ligje kemi dhe ne, po një lloj që prej 300 apo 500 vjet. Vasili, vetëm një moment të zhvendosim edhe një herë tek Marsi Koreshi.